Rikthehemi në videon e radhës, kësaj radhe gjendemi tek websajti phonebook.cz. Tek domeni do të vendosim thjesht linkun e Universitetit të Tiranës, ose në një link tjetër në ka mundësi, dhe bëjmë submit, do të na shfaqet normalisht, është edhe pas se problemi në Universitetin të Tiranës, se bëjmë submit, presim edhe shohëm no more result. Nuk ka rezultat. Shina këtë pjesën këtu thjesht për siguri. Okej. E shohëm, do më thonë, na ka shfaqur të gjithë email adresat të cilat ekzistojnë tek Universiteti i Tiranës. Kjo është thjesht e hatashme, një website i thjesht, i cili do të na mundson neve, do më thonë, me mbledh informacione për stafin, ndoshta për studentët, për në për portalin mundemi me gjithë emailin direkt të personit në fjalë të cilin dëshirojmë, nëse dëshirojmë të futemi në mënyrë ilegale, është thjesht e hatashme se si me një website shumë thjesht, në pak sekonda arrijmë i pasën email adresat e të tjerëve, mund të me bërë telegrafi.com, edhe shumë të thotë që gjithashtu kemi gjitha këto informacione. Është thjesht një website shumë fantastik. Kjo ishte video, shihemi në video në radhës.